Pas dështimit të zgjedhjes së qeverisë së re, deputetë e ekspertë të ekonomisë paralajmëruan për rrezik me të cilin mund të përballet vendi, shkaku i mosmiratimit të ligjit për buxhetin për vitin 2026. Albin Kurti të dielën nuk mori aprovimin e kuvendit për një mandat të tretë. E pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi tha se vendi ndodhet para një situate me rrezik të paparashikueshëm. Rreziku që i ka nosët vendit në muajin mars pa qeveri është i paparashikueshëm. Neve na duhet me pas kuvend funksional sa më shpejt, qoftë edhe mas zgjedhjeve të ardhshme, që miraton një buxhet të ri për vitin 2026 dhe që e mundson funksionimin e shtetit dhe kthimin në normalitet. Këtë shqetësim e shpreu edhe ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati. Mungesa e buxhetit për vitin 2026, marrëveshjet ndërkombëtare që presin për të ratifikuar e shumë institucione të tjera të cilat ose kanë mbetur pa bord, ose pa buxhet, ose pa mbikëqyrje. Pra është një situatë që në vazhdimsi po i afrohemi pikës kritike me afrimin e fundit të vitit fiskal. Ligji për menaxhimin e financave publike përcakton se deri me 31 tetor, qeveria duhet të miratojë ligjin për buxhet, e deri me 31 dhjetor ai duhet të kalojë edhe në kuvend. Në fakt, qysh nga marsi Kosova nuk ka qeveri mandat plot. Ligji për qeverinë përcakton se qeveria në dorëheqje nuk ka të drejtë të miratojë projekt ligje, përpos atij për buxhetin. Sipas Blendi Hasaj, drejtor në Institutin GAP, nëse nuk aplikohet kjo e drejtë që e lejon ligji e as nuk zgjatet ndarjet buxhetore deri në mars të vitit 2026, atëherë vendi ndodhet para një bllokade fiskale. Ligji për menaxhimin e financave publike lejon që ndarjet buxhetore të bazuara në ndarjet e vitit 2025 të vazhdojnë automatikisht deri në fund të muajit shkurt të vitit 2026. Pas këtyre afateve, nëse nuk konstituohet kuvendi, do të bllokueshin të gjitha pagesat në sektorin publik, përfshirë ato për pagat të punonjësve të sektorit publik, realizimin e projekteve kapitale e tjerë, përveç atyre për servisimin e borxhit publik. Pas seancës të së dielës, udhëheqësit partijak shprehen vullnet për zgjedhje të reja para vitit të ri.